Vazhdojnë punimet për ndërtimin e stadiumit të Kamzës në Valias, i cili është një investim i rëndësishëm për sportin dhe komunitetin lokal. Projekti realizohet sipas standardeve të IFAB-FIFA në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, duke synuar krijimin e kushteve moderne për zhvillimin e aktiviteteve sportive në Kamës, është shprehur inxhinieri i projektit Ilir Hysaj. Vazhdojnë punimet për ndërtimin e stadiumit në Valias, në Kamës. Investimi bëhet nga Bashkia Kamës, në bashkëpunim me kushtet që kërkojnë nga Federata dhe FIFA, lidhur me certifikimin e këtij stadiumi, i cili dohet me kushte bashkëkohore. Në projekt parashikohet ndërtimi një fushe sportive me sipërfaqe 8030 m2, një tribun me kapacitet 3000 ndenjse për tifozët dhe publikun, si dhe një godin funksionale prej 1462 m2, e cila do të shërbejë për nevoja teknike dhe administrative të stadiumit, ka thënë Mirti Burin. Sipas tij, projekti përfshin gjithashtu edhe ndërtimin e infrastrukturës ndihmëse, e cila do të mundësojë zhvillimin e aktiviteteve dhe eventeve të ndryshme sportive. Fusha ka një sipërfaqe edhe rreth 8000 m2, ku brenda saj sipërfaqja e fushës me përmasa 105 metra me 64 metra, sipas standardeve të FIFA-s. Ka përsëri një pistë trafimi rreth 2 metra e gjysmë rreth fushës, për zonat e nxehmjeve dhe stërvitore. Pjesa e stadiumit shkallaret është e gjithë sipërfaqja e fushës me 8 rreshta, ku janë rreth 3000 vende shikuesësh. Zona që shikojnë mbi shkallare janë zyra dhe zona të tjera VIP, ku kanë dhe ambientet të ndryshme shërbimi. Stadiumi që po ndërtohet në Valias nuk është thjesht një kantier ndërtimi, por një vizion për të ardhmen e sportit dhe të rinjve të Kamzës, ka thënë inxhinieri Hysa. Hapësirat moderne të këtij stadiumi do të krijojnë kushte dinjitoze për atletët, tifozët dhe për gjithë komunitetin dhe pritet të japë një shtyt zhvillimit të sportit. Nga fusha sportive te tribunat dhe infrastruktura ndihmëse, çdo detaj flet për një projekt që synon zhvillimin, përfshirjen dhe energjinë pozitive që sporti i jep shoqërisë. Në përfundim, ky investim do të japë Kamzës një hapësirë moderne për sportin, të rinj dhe jetën komunitare.